Sot majoranca ka nisur më në fund përballjen me të vërtetën. Kryeministri një fjalim të sinqert pohoi disa gjëra. Me dërgimin e ndryshimit të neni 242 të Kodit të Procedurës Penale, ai hodhi hapin e parë serioz të përshtatjes me situatën e re, duke njohur SPAK dhe jo PD-n si rivalin e tij kryesor në skenën publike dhe politike. Lëvizja ka pasojë direkte edhe në qeverisjen e vendit. Vetë Rama po ashtu në moment sinqeriteti pranoi se zëvendësia e tij ka qenë duke ikur 3 herë nga zyra, por ai e bëri të qartë se dorëheqja është mbi tavolinë dhe do të hyjë në fuqi kur do ai dhe jo kur duan të tjerët. Por po ashtu Rama pohoi sot se kërkesa e SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministrit natyrshëm aty të krijohet dyshimi dhe mundet gjykata që ta marrin parasysh. Po vetëm të shkojmë me nivelin teorik që ka mund dyshimi se do të ndërhyjë provat, kjo nuk mund të jetë, kjo nuk është drejtësia. Dhe Balluku, logjika e thjeshtë politike të thotë se mundësia e dytë ka gjasa më të larta të ndodhë. Dhe ajo do ndodhë pikërisht kur do Rama, para protestës opozitës në premte, por me një astëk të madh në mes, vizitën e tij në shtëpinë e bardhë ditën e njëjtë. Kjo do hapte ama kutinë e Pandorës majorancë. Rama praktikisht ndroi shumë pak qeverinë pas fitores në 11 maj. Ike Ervin Hoxhës, ishte normale, pasi askush dhe nuk e kuptoi përsa i u fund qeveri. Ike Ulcimanjit si ishte e pritshme për arsye të dukshme, humbja e tij në qarkun e Lezhës, por lajmëllari që zëvendësoi nuk u ngrit dot në gati një vit as në lartësinë e memës që shkaktoi me reagimin e tij kur mori vesh live lajmin se u bë ministër. Elisa Spiros Pali nuk e ka fshehur dot entuziazmin se mbetet figura e vetme grua prominente për numrin 2 të qeverisë, por nuk dia ka kuptuar se pas pranimit eventual të Dorisë Ballukut nga Rama, zëvendës kryeministri radhës do jetë thjesht zëvendës kryeministër. Dhe duhet të jetë një figurë fortë, bashkuese brenda Partisë Socialiste, një rol që as Balluku nuk e luajti dot. Spiro Pali besoi jo. Majoranca duhet përgatitet të bëjë ballë për balljes tashmë kokë me SPAK, siç e paralajmëroi Rama jo më larg se sot. Kjo përgatitje kërkon një kuvend ku ajo të flasë para dhe jo e fundit, të flasë me ton dhe jo me edukatën shpeshherë jo adekuate të Niko Peleshit. Kuvendi duhet fillojë të ketë majorancën e vet, pasi ndërhyrjet të tjera do të kërkohen të bëhen në ligjet kodit, të procedurës kodit dhe ndoshta edhe në kushtetutë. Sot në kuvend të gjithë bien dakord se mungon shumë Gramoz Ruçi, por hija e Taulan Balla dukshëm po e zëvendëson atë Demirselën ndonjëherë të tepruar të kryetarit kuvendit, i cili mbetet një figurë respektuar dhe shumë e mirë për marrëdhëniet me jashtë, por jo në raportet e brendshme me Sali Berishën. Dhe me qëra fjala, sigurisht në gjithë të situatë të re që nisi sot dhe me siguri me rrugë deri javës tjetër, ka vetëm një person që nuk gëzohet dot. Ky është Sali Berisha. Sot e la vetëm dhe Albin Kurti, i cili uroi Edi Ramën për fitore në zgjedhje 9 muaj me vonesë. Nesër në Prishtinë, gjithë shqiptarët nga do ku janë do protestojnë pro UÇK-s. Ndërsa në Prishtinë dhe Tiranë jam në kaluar u miratuan 2 rezoluta të njëjta parlamentare. Në Tiranë ajo nuk u votua nga kush? Sali Berisha. Vetmia e tij do thellohet edhe më shumë ditë në ende kur do t'i duhet shumë sporso dhe ilaçe që të mposhtë dhimbjen ekstreme. Shtrëngimin e duarve mes Donald Trump dhe Edi Ramës. Tashmë ai është i pafuqishëm të kontrollojë vetët, të cilët po i largojnë dhe po shkojnë në komisionet e reformës çdo ditë, ndërsa Berisha i sheh nga ekrani bjerjet e vathës së tij. Këtë javë Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian bëri në Tiranë. Do takoj, siç thot Jack Marka me gjuhën e tij ironike, Jorushin dhe Bardhushin. Por a do ta takoj dot Sali Berishën? Molotove që hodhin mbi operatorët bën që ai të humbe edhe një tjetër kategori, ato të reporterëve që i bashkojnë urimeve të shumicës së shqiptarëve për fundin sa më shpejt të kësaj epoke unikale në historinë politike të tranzicionit, ku opozita shqiptare përballë qeverisë në mënyrë paradoksale fiton vetëm një betejë, atë se kush gënjen më shumë. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Ristor me mua sot në program për korrigjuar dhe një gabim të javës kaluar. Arpër Hoxha, faleminderit që mua sot. Gend Romano, mirëmbrëma Gend. Faleminderit që na vënove pak emisionin 1 minutë sot, po më mirë vonë se kur. Brisita Gjikon, mirëmbrëma Brisita. Dhe Arben Meçi, mirëmbrëma Arben. Po, që të futemi pak në linja, 2 momente. Një është diskutimi politik, i cili është gjithashtu i rëndësishëm dhe padyshim është diskutimi për ndryshimin e kodit dhe çfarë pasoja sjell ai edhe për rastin konkret të zëvendës kryeministres dhe për rastet e mëvonshme, sigurisht një ndryshim në kodin e procedurës penale, i cili po të zosh dhe atë që ka shkruan dhe mos vendimi gjykatës kushtetuese tregon që të 8 gjykatëse deri diku kanë qenë dakord e fakti që ka një vakum
në kodin e procedurës penale, krijuar pas ndryshimeve kushtetuese për imunitetin vitin 2012. Por fillimisht të ndjekim pak sot rrëfimin live të Edi Ramës dhe pranimin se tashmë përballë tij nuk është Mos Ali Berisha, por është SPAK. Ndjekim kronikën. Kryeministri Edi Rama pasi e vuri firmën e vet mbi ndryshimet që do të ndodhin në vijim, ishte po vetë që bëri sqarimin e tyre në një mbledhje të grupit parlamentar socialist. Kufizimi vendosi së masës së pezullimit për disa funksionarë të lartë të shtetit janë thelbi i ndryshimeve të propozuara. Pezullimi nuk cënon personin, i cili prezumohet që është në një proces hetimi. Pezullimi cënon funksionin. Në momentin kur pezullohet një ministër, nuk pezullohet thjesht vajtja në punë e një individi, pezullohet puna e një institucioni. Kushtetuta e vendit Vjoj Rama parashikon ndarjen dhe balancimin e 3 pushteteve dhe jo mbi zotrimin e një pushteti mbi të tjerët. Ne jemi të pavarur në të drejtën për të marrë vendime. Vendimet tona janë sovrane dhe nuk ka prokuror dhe nuk ka gjykatës që t'i vërin diskutim dot. Për sa kohë janë vendime të cilat nuk burojnë nga qëllime të pashpallura. Ndryshimet në kodin e procedurës penale do të ndodhin megjithatë pasi çështja e Belinda Ballukut, imuniteti i saj të marrë përgjigje nga Kuvendi, dhe kjo do të ndodhë më 23 shkurt kur është vendosur të mblidhet Këshilli i Imuniteteve dhe përgjigjen finale do e marrë më 5 mars kur do të votohet në parlament. Rasti konkret është në proces në Kuvendin e Shqipërisë dhe do të